Jemi live në Bardhazi sonte, në Vënçe, dhe do të flasim për... Ta them unë apo do e thuash ti? Do e thuash ti. Okej, do e them unë. Po të flisë po e them unë. Në këtë fillim javë, nuk e di të hënë të martë, bëra u gjënda tek Varreza dhe pash që Varrezat janë plot. Madje janë hapur rrugët dhe po varrosen njerëzit nëpër trotuare. Po bllokohen rrugët mes varreve, po mbyllet rruga në krye dhe po zihen dhe trotuaret. Tani mos duhet vi momenti djegjes? Ka qenë gjithmonë. Po ligji nuk e... Si moment ka qenë gjithmonë. Është përdoru, ka një përdorim që nga antikiteti. Është çështje kulturore, çështje fetare, sepse Ilirët disa besime i varrosnin në Tuma. Romakët, ilirët, kishin disa lloje, edhe me djegje. Grekët edhe me urna, pra me djegje, dhe pastaj hirin në urna, shoqëronin me monedat. Nuk kanë qenë më të mençur atëherë se sot apo si? Për temë dhe kështu me radhë. Urdhë? Kanë qenë më të mençur ata apo? Jo, ata e bënin, nuk është puna e mençurisë, i bënin me planifikim. Mendoj këtu diçka çalonte kjo pjesë. Është vizioni, është planifikimi. Jo, dëgjoj, mos na ul kështu tempin e bisedës njerë. Jo, një sekond, se jemi në Vënçe. Jemi në Vënçe e nisë kështu sikur po tregojë në prallë historike. Tani, ti e di shumë mirë si është Vënçja. Me varret po bëhet një tregti e jashtëzakonshme. Është një mafje me shitjet, blerjet. Tani, a mund ta shmangim këtë lloj matrapazllëku dhe me hidhërimin? Mendoj se nisi kështu. Sepse ndryshe dhe... Mirë, po unë bëra prezantimin e temës. Pastaj kjo është pyetja. Pyetja Vënçe. Faleminderit për korrigjimin. Unë e pranoj gabimin, po futem me një në rrugë. Edhe pse jepi rrugë i thonë në ana jon. Po. Mafja e Varrezave. Mafja e Varrezave. Duket si gjë e vogël, po është e frikshme. Se të kapin edhe një moment ku se ke mendjen. Po. Nuk se ke mendjen, se ke fare mendjen. Se ke mendjen. Është janë si ata xhepistët që vjedhin te autobusi i atyre që shkojnë te spitali. Pra ata që ikin për spital, që se kanë mendjen, aty vjedhet më shumë. Kjo quhet mafja e hajdutëve të shpirtit. Se është një tjetër, me fjalë kalon një është problem psikologjik, pastaj është mazokizëm, është diçka më vete. Sepse në vetvete ndarja midis jetës dhe vdekjes në fillim është shpirtërore, pastaj është metafizike, pastaj fizike. Pra, respekti dhe vlerësimi për këto dy ndarje dhe për këto komponent çon në sjelljen e njerëzve apo në qasjen që kanë ata ndaj kësaj veprimtarie apo ndaj këtij rituali që është sa pagan edhe fetar. Tani, e nisëm me mafje, nuk është më ajo, është hajdutët e shpirtrave, pikë, këtu kalojmë në një... Po mirë, faleminderit për korektimin e temës, tani, do na thuash në një bukur? Kemi të bëjmë njerëz me probleme të thella shpirtërore, mendore, të tjera. Vazhdojmë poetë e dashur, që mirë se në erdhe në Bardhazi. Se u gjeta. Çfarë poezie i bën këtij trishtimi ti? Po s'dua ti bëj poezi. Po. Dua ta bëjmë më të Po çfarë perifrazimi i bën atëherë? Kjo pjesa që njerëzit bëjnë tregti me vendin e varrit, pavarësisht se nuk është një pronë që i takon askujt, pra ne marrim vetëm të drejtën e përdorimit të atij vendi, nuk është se dikush bëhet pronari pjesës ku... Po shitet ajo, shitet dhe varion në çmime të ndryshme. Thot, kjo është zënë, ajo është zënë, ka dhe njerëz që kanë paguar varrin pa vdekur akoma, që ta dini edhe këtë, mos ju duket diçka që, po si ka mundësi të ndodhi, po pra po kështu po ndodh. Rrezat publike, apo... Publiket, se s'ka private. Ka private? Do ketë. Në varrezat publike, po s'ka. Mendoj që lihen paraprakisht të vendet nuk mendon. Tregtohen nga personat që le ta quaj përfitojnë, ashtu siç përfitojnë në rastet edhe kur jemi nëpër spitale që paguhen mjekët në mënyrë të jashtëligjshme. Po ndodh tani, ndodh kjo gjëja. Një halli, një problemi, mundet edhe të bëjë një sy qorr, do thoshim neve, edhe të bjerë i pre e këtyre matrapazllëqeve. Kështu që tani si poete çfarë perifrazimi i bën kësaj situate? Dua ta bëj si avokate, se jam edhe avokate. Dua ta lë poezinë, domethënë, kështu që si avokate të dyja këto vepra, si në rastin kur një mjek merr rushfet, ashtu dhe kur dikush do të tentonte të tregtonte një pjesë varri, në dyja rastet janë vepra penale.
Pra, i takon me njëherë personit i cili e blen këtë vënd, Prit se ka profesori diçka për të thënë, i takon të shkoj dhe të bëj një kallëzim penal në prokurori, pra e ka këtë të drejtë. Nëse ne heshtim edhe Po si vendosim... të ngelet pavarra i po e kallëzoj aty, pse ka nerva një njëri që në momentet që i ka vdekur një afër të shkoj të hedhi dhe... Ai ta afron si zgjidhje. E doni tani ai që po edhe vënd. Troç fare ore në vënd. Ore s'u mjafton që të vjedhin të gjallë, të vjedhin të vdekur olla, pikë kaq e thjeshtë. Që hapin varret. Po tjetër kjo. Je gjallë të vjedhin edhe kur vdes olla. Të marrin të çojnë. Ermir. Sa shitet një varje rezervuar? Ka dikush informacion se unë e di? Pak a shumë. Ka dikush tjetër një informacion? Nuk e di, thënë vetëm, po që qifi është përnotosh varre sikur janë parkime, kjo është diçka trendi. A, bravo. A, bravo. Faleminderit për sinqeritetin. Po, kur i ka pyetur e kur, domethënë që ç'ne që ke përnotu 5 vende për, domethënë, është gjëja më e mirë që kam bërë në jetë. O zoti i madh. Investimi më i mirë. Bravo, shumë mirë. Për te i vlerave kulturore e fetare që mund të ketë puna e varrimit, apo na kthehet në problem kadastral tani. Ajo si përfaqja deri ku do shkoj? S'ka kanë ka përcy varrezat e ku di ku kishe shku sharra apo jo? Është shumë e thjeshtë. Zgjidhja më e thjeshtë, domethënë, është ajo që u tham fillim. Po. Të ruhet deri në 3 breza, unë nuk di ku i kam stërgjyshit. Tani pse të bëj kot unë sikur mbaj tapin dhe emrat. Nuk i di ku i kam. Deri te gjyshi edhe i mbaj mend. Po. Po nëse nesër do të dalim mundja për të jetuar në Amerikë apo vende të tjera. Një të ardhme të lartë. Po, Miron, le t'i bëjmë, le të promovojmë jetën. Miron, pse janë kaq të shëmtuara varrezat që kemi ne? Jo, mirë që janë të shëmtuara, po pse tregtohen kaq ndyrë dhe Zoti si dënon këto? E para një dërtim se varret janë të shenjta, e para. Po. Sepse personat që janë, ose trupat e atyre personave, janë personat të dashur dhe njerëzit tek varret kanë investuar shumë. Gjithë historia e njerëzimit është studiuar tek varrezat, sepse njerëzit mendonin dhe besonin jetën e përtejme. Madje edhe varret ja u bënin si shtëpi. Me ardhen e krishterimit njerëzit kuptuan se në varre nuk ju duhet njerëzve gjëra komoditete, sepse vetëm trupi shkon edhe se dhe është, dhe prisin gjallën e të vdekurve dhe pastaj varret u bën më thjeshta. Por problemi që kemi neve sot është se ne kemi filluar të bëjmë varret si shtëpi, të zgjerojmë hapësirat e varreve, të zëm edhe territor, tokë e zënë, domethënë në breza dhe e blerë. Jo, po realisht, kemë shumë njerëz që po vdesin se sa lindin. Po, dhe diçka tjetër. Apo jo? Ky është një problem në Tiranë, për shkakun se ky është problemi për Tiranën, se nuk është në vende tjera, po mblidhet gati gjithë Shqipëria. Po nuk mund të varrosen të gjithë shqiptarët në Tiranë. Pse ku të varrosen? Se bëhen qytetar të Tiranës, patjetër. Po mirë, por ndoshta është një zgjidhje e problemit që ku personi për shembull ndron jetë, duhet nëse ai ka ardhur nga një vend tjetër dhe duhet diskutuar kjo se kjo është një çështje shumë e madhe. Shkojnë në vendin tjetër. Shkojnë në vendin e vet ku ka lindur ose ku ka të parë të vet. Zgjerojnë varrezat. Po duhet të kthejmë. Po ti zgjerojmë më, o Melsi, sa kohë që s'ke dal nga varrezat? Nuk kam shumë. Po e ke parë ku kanë shkuar varrezat? Po. Andea ku po mendoj. Po ku do shkojnë më shumë? Se çik panelet fotovoltaike, çik varrezat, ku po shkojmë? Çik ndërtimet që janë. Çështje pikërisht pa kjo çështje menaxhimi. Ku po shkojmë? Ku shikon që menaxhon një qytet që e shton dita ditës, duhet të mendosh që këta do ndrojnë jetë. Atëherë ku do përcillen? Okej, po djegja pse nuk pranohet djegja? Se merr edhe i fut si patate në thes. Djegja pse nuk pranohet? Se është zgjidhja për krishterimin, sepse është në disa fetë. Se jemi në netët e Pashkëve. Nuk e pranon djegjen sepse për ne trupi është i shenjtë. Pra nuk është burgu i shpirtit, është shërbëtor, bashkëpunëtor i shpirtit dhe ne presim në gjalljen e të vdekurve, kështu që trupi respektohet. Ne i themi lipsane ose eshtat. Çfarë ka ndodhur për shkak? Pse është ngjallur ndonjëri që ka shkuar në atë botë? Është ngjallur Krishti, që ne besojmë në ngjalljen e Krishtit, i pari, se besoni ju, po është ngjallur varri ti është bosh. E besona, si se beson? E besojmë si se besojmë. Jo me që the kështu. Jo. Edhe varret. Jo, po njëri që të ngjallet pas Krishtit. Jetuar emri. Tani do flasim për ngjalljen e Krishtit, hajde të mblidhemi. Po. Sepse është historike, ngjallja e Krishtit, ka fakte, ka dëshmimtare të gjitha, po flasim për të vdekurit tanë. Dhe presim gjallën e vdekurve, kështu që ne varret i respektojmë dhe eshtrat e të parve ose njerëzve të shenjtë i respektojmë. Në kisha ka eshtra shenjtorësh. Dhe diçka tjetër.
Pse nuk i djegin? Pse, e dënon zoti djegin? Kjo eshtrave, për qa shërben kjo? Sepse trupi... A nuk është ky fetish më i madh se sa një lloj besimi kot, bestytni? Jo, sepse trupi është bashkëpunëtor i shpirtit. Dhe ku një njeri është shenjtëruar dhe trupi. Pra si personi edhe mjeti, që është trupi, si them që një banesë. Po ata që kanë vdekur dhe nuk kanë qenë... Kurse si është zgjidhur ky problemi, atë di Zoti, prandaj ne presim... Jo, ata që ne kemi qytë për shembull diktator, pse mos i digje të janë shenjtë apo jo? Ato do të kur vi Krishti për dytë për neve, që do ngjallen të gjithë do t'i ndaj ai si ndan do ti asun. Po pse nuk i ngjall dot? Ti e bën me vetëm. Jo, pse nuk i ngjall? Çdo njeri është sipas ikonës. Zoti po të dojë ngjall edhe po ta hedhësh në oqean, e ngjall. Çdo njeri është ikonë e Zotit dhe ai ne duhet ta respektojmë. Ngjall. Si e kanë zgjidhur probleme Atëherë ti lutemi të na ngushtojë. Pse, Miron, unë për shembull që dua që të mos varrosen, po është drejta të digjem, unë se konceptoj dot për shembull që të bëhen krimbat. Fare, s'ma kap mendja fare. Fare, nuk e dua këtë gjë, unë nuk dua. Edhe tani unë po bëj mëkat ndaj Zotit? Jo, po bën mëkat ndaj kujt? Ndaj vetes tënde dhe ndaj atij që të ka dhënë. Nuk e dua, nuk e dua. Po pse më vendimin për këtë e marr unë tani? Çfarë do të thonë? Se ti nuk je autonome. Ti je një krijesë e krijuar brenda disa rregullave dhe ligjeve dhe du t'i respektosh. Kush duhet ta marrë vendimin për mua? Po do kesh ti përgjegjësi, do mbetesh pavarur. E ti kush është një mallkim? Mbetesh pavarur? Pse do ngelen pavarur? Mo do bëjmë hi? Po pse çfarë do bëjmë unë atje në dhe? Nuk do bëjmë hi unë atje? Shoh të varri. S'ka asnjë kujtim. S'ka asnjë vend ku. E për çfarë duhet varri se kuptoj unë këtë? Vetëm trishtim. E para një respektoj trupi. E dyta vi njerëzit kujtojnë ty. Pse respektohet trupi se do ngjallet? Shpresa e ngjallet. Po patjetër. Një sekondë, atëherë e marrim këtu brenda teologjisë së krishterë. A mori Zoti balë të ngjallet tani përveç Krishtit? Ornela. Po nuk e beson ti, po sa miliona njerëz. Jo, nuk kemi parë njeri të ngjallet përveç Krishtit. Ka ardhur koha pra kur të vi. Ore, dëshira kur do vi kjo koha? Nuk e ligjëron mosvarimin dhe vendosjen me. Jo, unë po themi gjë tjetër. Zoti na ka bërë na balta? Nga balta po. A e thot shpejmisht, je bërë na balta do kthesh në balt? Kur e djeg njësoj, balt beta. Jo. Tjetër gjë, djegja e di pse digjej trupi. Sepse trupin e shikonin burgun e shpirtit. Fetindore, budiste, hinduiste dhe paganët e shikonin trupin si një... Prandaj e djegin, se unë e kam parë që i djegin atje... Posty në trup, prap. Buzindit. Pra ata nuk donin që shpirtit tynte në trup, prandaj dignin. Mirë, okej atëre. Mirë, Jusife, që pranoni varrosjen dhe varrin, pse nuk reagoni kur varret janë aq të pista? Janë të pista varret. Kush thëti ti që nuk reagojmë? Po kur keni reaguar? Po reagojmë, e para një respektojmë, shkojmë dhe respektojmë varrezat, dhe patjetër që ndikojmë në hapësirën që na lejohet dhe neve, dhe e dyta, ne gjithmonë themi që varret janë të shenjta, kur janë të shenjta do të mbajtur dhe pastër. Po kur janë të shenjta, pse blihet varri atëherë? Meqense varri është i shenjtë. Pse duhet blihet varri? A e pranon Zoti blerjen e varrit? Jo, nuk e pranon, por nuk është punë nga Zoti, kjo është problemi i shoqërisë, që nuk di ta menaxhojë. Po pra, po feja pse se dënon. Si kanë zgjidhur disa vende? Ermir, ja do të them më vonë. Atëherë dhunimin e varrit nuk e pranojnë apo jo? Besoj që është gjëja më e keqe e mundshme. Domethënë, paleça do kenë pirë ata dikur në Vatikan kur zhvarrosën një pap për t'i bërë gjyqin. Po, ishin njerëz normal. Mjeseta ka përmban shumë ekstremitete të llojeve. Po bën përjashtim me rregull. Nuk jam mund përjashtim me rregull. Është në krahun i tavolinës, ishte nga krahu tjetër. Në mesjet edhe është shitur dhe bler papës, nuk është vetëm për të lidhur me një fenë, kjo nuk e... Dakor, po historia është plot me personazhe që ja kanë dalë shumë mirë, edhe pse u janë masakruar varret, madje edhe atyre që nuk u dihet fare varri, me Xhenxhis Khan e me mos t'i marrim me radhë që çdo vend e ka një minimumi që nuk i dihet se ku është varrosur. Por për Xhenxhis Khanin kështu se kishte jetuar 10 vjet sot do flisim për mongol që po. Por kjo nuk i ka penguar që veprat apo gjërat që kanë bërë të mbijetojnë të përdoren të japin kontributin në jetën tonë. Mimo, ka një afat kohor dhe përdorimi i varrit, domethënë. Në disa... Unë jam dakord me ato që diçka duhet bërë, maksimumi 3 breza, respektor, dhe ku do shkojnë. Edhe ajo zgjidhja që të shkojt varroset aty në vendin ku ka origjinën, është zgjidhje e përkohshme. Sa do zgjasja ajo? Sa do zgjasja? Edhe të ne formulë rregullon disi, dhe diçka tjetër. Disi vetëm për këto vite që po kalojmë ne. Në Greqi kur kam parë. Dhe do ja lëm varrën domethënë diçka tjetër. Në gjë praktike. Atë varreza quhen qimitirat, i quhen fjetore, sepse është
gjumi quhet një lloj vdekje, me i kohë më të shkurtër, pra edhe presim gjalljen, prandaj quhen qimitir. Ç'a bënin atje? Atje e kishin e varrosin kufomën për disa kohë, dhe ishte shumë i shtrenjtë vari për ta blerë, nuk e blente çdo kush varrin. Dhe atëre kishte bashkia rregull që mbas 3 vjetësh e merrte, e çvarroste dhe puste në një kuti me një numër dhe e vendoste. Dhe ti shkoje, kërkoje me... Pra ka vareza vertikale? Po. Dhe kjo është një zgjidhje. Po, morale, varezat morale. Çfarë kishte aty? Këtë problem që kemi në sot. Po kisha, pse nuk ka varret e veta? Ka pas, po tani janë... Po pse nuk i ka tani? Prona kishte, se kishte prona... Edhe po ti kishte ështuar popullsia, tani... Ne po ta shëgojmë ca regula e ca kultura të kohës kur ishin... Po Italia si e ka zgjidhur, Ermir, si e ka zgjidhur Italia? Një shtet fqinj, kështu afër nesh, Greqia... I ka të tre, i ka me nekropoli, i ka me kate, i ka me djegje. Po, ka zgjidhur dhe Kina tani. Po pse, do më thënë, vendi ku është Vatikani, lejon djegjen, dhe nuk është... Jo, varet në tokë. Vatikani është Italia. është Italia, ka... Shtet italian. Vatikani ka në tokë. Mos i ngatroj gjërat. Vendi ku është, themi. Janë 2 shteta. Dakord. Po aty bëhet lejohet djegja. Këtu ke ne nuk lejohet. Isha gjithmonë është... Jo, në Itali pra flasin. Po, me dëshirë. Nuk praktikohet. Nuk praktikohet. Pra komunitetet fetare, se ne duhet ta harrojmë, jemi shtet laik, pra ne nuk duhet... Kryestoria jonë është ne duhet ndjekim ligjin, më pas... Po pra, po s'ka më vënde mo. Vendos ligjin. Nuk ka më vënde mo, dhe është e shtrenjtë. Duke lënë personi që ndron jetë, duhet ta lërë vetë si dëshirë, pra duhet shpreh vullnetin e tij. A e ofron si shërbim ne këtu këtë për shembull? Ne ofrojmë. Se ajo ato ka furat posaçme për atë. Nuk është edukuar. Me temperaturë shumë të lartë, se nuk është trupi shumë i fortë. Në lojë pastaj komunitetet fetare që e kundërshtojnë për shumë arsye, edhe ndoshta edhe praktika. Pra ata do hedhin poshtë amanetin ton. Nëse ne lëmë me të thuar. Duhet ndoshta dikush të bëhet i pari shembull që më pas. Jo, e dikush do ta fusi këtë traditë, do ta fusin këta emigrantët. Ju e dini shumë mirë që këto që vinë nga Azia për shembull e kanë traditë djegjen. Këta e kanë edhe në kontratë që nëse vdes një nga punojësit, trupi ti duhet të digjet, këto do të ndryshojnë nga përshtypje, dhe nuk e di që do thotë kisha pastaj në këtë rast. Kisha unë një shok nga Kanadaja, gati 20 vjetë, ndej dhe i kishim dek prindrit, 10 vjetë i mori, masi i nëzori nga varezati, dojgji, mori hirin, e mori me vete dhe shkoj ta kishe me vete në shpinë e vetë në Kanada, sepse nuk vinte dhe nuk i vizitonte do të për një kokaj. Pra kjo është një çështje zgjedhje, nuk është se nuk bëhet. Është çështje doktrine, pra kisha nuk e shikon trupin si armik të shpirtit, siç e shikojnë fet, lindore, budizmi, hinduizmi dhe paganizmi, e shikonin armik dhe prandaj dignin. Prandaj kisha nuk është dakord me këtë doktrinë dhe thot trupi nuk është armik, është shërbëtor. Okej, është e vërtet një sekond, lutem se më erdhi kjo pyetje. Është e vërtet që edhe në momentet e groposjes trupi ndjen të gjitha? Jo, trupi ndjen asgjë, shpirti po. Jo, ka një doktrinë që thotë të kundërtën. Ma thuj këtë doktrinë. Që deri në momentet, derisa groposet, trupi i ndjen edhe dheun e fundit që hidhet, i ndjen të gjitha. Shpirti se trupi s'ndjen. Në momenti që shpirti dahet nga trupi, trupi është një kufom. Shpirti po, që ndron 3 ditë rreth trupit vet, dhe i shikon kush është, kur nuk është, si e nderojnë, si e respektojnë. Pa ta që qeshin në varim? Dhe varet pse qesh. Mund qeshi edhe nga gëzimi që shkojnë paras, mund qeshi edhe për ironi, varet si qesh. Faleminderit që na dhe një mundësi për me justifiku veten në çdo lloj situate. Por gjithsesi, unë mendoj që gjitha fetë mirë është promovojnë jetën deri në këtë momentin që zëm atë 1 metër katror. Nëse është. Po kjo do jetë. Jo, se nisu na doktrina, Po ta themi që jeta është vetëm kaq, është pa kuptim pas. Jo, nëse Mironi ka një problem atë. Miron, në ajo që ti thua ka një problem. Që kjo justifikon mua që dua t'ja bëj varin me 2 kate ta zëm mamit, ose babit, ose se me që trupi që nga i rëndësishëm, po pse mos t'ja bëj me 4 kate? Bota që ka kuptim ajo, bota e bën varin e thjesht, pse edhe i bën njësoj, se aty janë të barabartë dhe mbreti dhe Unë jam për këtë. Po për këtë. Personalisht jam për këtë. Këtu ka paqe. Ne nuk kemi në vend sepse kemi toka të zëna, këtu ka paqe. Shtëpi varrezash,
Dhe kjo atë gjithë Kjo është njësoj. me atë mënyrën e vendosjes së kockave në kuti dhe në tokë, nuk është me varin trupi aty. Jo, kjo është në dhe. Ose është vertikale. Në dhe. Janë vertikale. Dhe nuk zë vënd. Nuk zë vënd. Ai ta ka rrethur me gartë. Janë të luftës së dytë, luftës së parë botërore në Francë e të Arlingtonit në Amerikë. Me fjalë këto modele. Arlingtoni është ajo e erojnëve që kanë ata. Por është vendosja e pjesëve të trupit, pra futur në osore, për atë që sa po flisje edhe për edhe diçka, për shembull, ne bëjmë varre të mëdha, sepse është Shko sa e thjesht pa edhe një regjia të të më shkry, sa e thjesht pa ojna bojna, tamam si një vareze për teshme metafizike. Unë se kuptoj se si i gjenë varret këtu këta, do më thënë. Ka dhe Po kanë emrat, po tash ti marrësh gjithë varret me radhë, kanë emrat, ato janë gjitha njësoj. ai që do ta gjej. Ka legjend. Kjo është një mirë me në Shqipëri, më lero ta them këtë pëse është shumë e rëndësishme. Kam vajtur disa herë në Berat, se kam varin e gjyshit, edhe dua t'i shpreh Shikon si qeka një respekt. Po një respekt për gjyshin. Ure nuk e qia do të mbot. Ure erta vërdalë si langua, e vërë menuati, e vërë bëjmë arta mendore, këtej kalova, këtej s'kalova, hidhu për dridhu si keca atje në për vari, në për fera, në për gropa, e bëra këmishën copa, do me dhënë një qatë nuk e... Kishe pa vajtë. O s'ka vajtë asë njerë, nuk e kam gjetur. Nuk kam vajtë, nuk e dikush. Do ta shkojmë Do me thënë, është ka turp, do me thënë, në atë që thot me të drejtë Mironi, është turpi më i madh që të shkosh atje, të rish gjysmore të kërkosh varin, edhe mos e gjesh dot se duhet që vetë ai që ka vënë ta ashtu. Po, gabimi është prapë varet të mëdhenj. Kthehemi te menaxhimi. Sepse tjetrit respektohet sa është gjallë. Kur është i vdekur, bëj shërbesat me thjeshtësi, sepse nuk do ta ketë përjetësisht atë varr. Unë jam me 200% me këtë. Nuk banon. Dhe çfarë bëjnë? Sot njerëzit për shembull harxojnë miliona për të bërë. Apo ja këtë më thuaj ti. Dallëk i madh. Ja këtë sqaro, Ermir, kjo duhet sqaruar. Një marrëzi e madhe. Kjo duhet nuk ka asnjë funksion. Jo, po nuk ka asnjë funksion të harxosh miliona beton, mermer. Po jo pse Langaraq jam unë? Ja, Langaraq jam unë që të mos i bëj varr. Anë feja thotë që po i bëjmë hyzmet. Respektoje me dinjitet, jo respektoje që... Ai që ka lekun, po e çon dinjitetin një... Po nuk i bën asnjë gjë më luksoze. Jo, përveç se Mas një lloj gjëje nuk i bën trupit ajo. Çështja e varimit në trup, edhe po ta futesh në fes. Jo i bën respektit. Çështja e të ndjerit. Dhe nuk e shenj. Respekti ecën duke u përmendur për mirë, e duke u përmendur Po mirë, po kjo moda që ka dalë mos pritja e xhenazes në shtëpitë vet dhe shkuarja në për këto shtëpitë që ofrohet funerale. Unë them se shumë e mirë. Edhe aty. Është mirë. Shumë e mirë. Është mirë, po edhe aty abuzohet, që të kuptohemi. Industria e tash. S'është dukur sikur abuzohet atje, ajo është shumë praktike. Kur hall ku vdes. Po. Kur vdes ke hall. Është shumë praktike. Pse është e mirë? Është shumë e mirë. Tani tjetri ka vdekur brenda shtëpisë. Ai do rri. Po nuk i kemi shtëpitë neve sa një pallat mbret jo vlla. Po pra, po na thanë që 3 ditë ai do rri aty. Ndoko ne ja çum trupin të po rrit të vari vetë 3 ditë rrit të vari vetë. Po mirë, ato fotografitë që ne po shohim aty. Tani shpirti ikën në burr, se nuk ka nevojë për shpirti s'ka nevojë për taksi o burr. E gjen rrugën. Po do të kapet me mua e shoh. Jo, po s'kapet me ty aje. Po mirë, një sekondë. Një kënaqësi e debatit. Se nuk bëhet meqense nuk ka vende. Meqense nuk ka vende. Tek varrezat e Sharrës dhe Tufinës, po bllokojnë rrugët, po varrosen njerëzit nëpër trotuare. Një situatë makabër dhe mos më thoni jo se e kam parë me sytë e mi, jo më larkë se në fillim të kësa jave. Skandaloze. Me varrezat e dëshmorëve. Tani, shumë respekt, kanë kaq vite, kanë lënë jetën për lirinë e këtij vendi, një respekt jashtëzakonshëm, kam dhe hallën time aty. Por, ç'a mund bëhet me to? Se nuk ka vende më për njerëzit e tjerë. Ato super rregullohen dhe nxiren më në pas se ç'kan qenë këto kohë. Ashtu më thonë, po. Kjo s'është vetëm çështje e besimit, pastaj kthehemi në çështje të identitetit kombëtar, trashëgimi. Atëre po të them një gjë, Melsi me që hape këtë. Melsi me që hape këtë. E diti që aty ku kemi eshtrat e të parëve tanë, e të tjerë. Pra, e diti Melsi, se kjo të jetë probleme. Ma kapi çik mua. O Melsi, ma kapi çik këtë se është e bukur. Në Shqipëri sa islam edhe kështu janë shumë. O Melsi, e diti që shoqatat e veteranëve sot, o Ermir, është e bukur kjo që do them. Kjo është historia. Shoqatat e veteranëve sot, shoqata një që është bërë në 400 copa, se janë zënë ata për flokësh, edhe vërë për jo unë jo ti. Tani, këta
në vend që të zihen me njëri tjetrin, pse s'kërkojnë që të respektojnë varet e prindërve të tyre, që të bëhen tamam? Se të gjithë ata që jenë sot si veteran, asnjëri nuk ka qenë pjesëmarrës në luftë. Po ka pas Labano, vlla. O tash, dakord, edhe unë kam pat gjyshin thotë ai. Po gjyshin o dire mbroj gjyshin o vlla. Se me Ermiri tha 3 breza lejohet. Ti mbrosh. Ata sepse se si e degenerojnë këtë gjë. Po s'ka turp. Ka gjë thjesht. O Mirona, është turp i madh kombëtar ky. Që nuk janë prishur ato heronjë që kanë derdhur gjakun, janë prishur ato, janë thyer, janë bërë, janë shkatruar. Dhe familjarët nuk i rregullojnë, se do duhet i rregullojë shteti. Shteti po e ka mendjen vetëm për të vjedh, nuk e ka mendjen për të bërë ndonjë punë. Edhe këto largpamësi që thot profesori, këto largpamësi nuk ekzistojnë atë deun ton, se varret nuk të sjellin lek. Shiko, ku vim tek ajo që tham fillim, pse duhet varri? Sepse varri është identitet. Historia e kombeve është bërë nga studimi në varrezave. Dhe kur nuk e varë, nuk e identitet, që është pra që nuk digjet ai trupi. Dhe kisha lutet... Në pra do varë po vuajnë kufi sot? Bravo. Kisha lutet për ata që janë për fe dhe për atë, sepse ata kontribuan për mirëqenien. Dhe respektin ndaj dëshmorëve duhet të futet, të imponohet shoqërisë, sepse ajo është atë dhe dashuri. Por neve, kur nuk kemi respekt për ata që luftuan, as ata që janë gjatë nuk do luftojnë më. Dhe këtu bie gjithçka. Prandaj varrezat duhen respektuar dhe janë të shenjta. Po dhe pse është një nga komponentët, është komponenti kryesor, një nga komponentët kryesor të identitetit kombëtar. Se janë këto varrezat në vende shitblerje. Shite blie, vidhen lulet e... Se thash, ne jemi bërë palë me këtë proces, pra vetë neve, ndoshta, sepse në momentin që ndodh ajo e keqa, brenda familjes, askush nuk e ka mundjen të rregulloj shtetin, e të shkoj të bëj një kallëzim që ky vend i varrit po shitet dhe po blihet, por vendos të bëhet palë, pa bëj atë pagesën që nuk duhet. Po këta individët që rrinë për varreza, që quhen këta individë? Varrezor? Qa quen këta? Varmisit. Jo, këta që rrinë atje, këta që me si presin të marin ato lullet po si këpute, Ale gjithë shkretët duan nga të gjallat, sa ta ka zdegur që është kulturore. Po të shi, ne njerëzit normal kemi frik nga varrezat, dhe ata nuk kanë frik, janë mësuar me atë... Ornel, nuk ka të bëj me njerëz normal, ka të bëj me njerëz me kulturë dhe njerëz pa kulturë. Ka që thjesht për të pjesë, njerëz normal. Se çështja e kulturës... Edhe ata normal janë, po duan të anë, po nuk e kanë atë informacion. Po një sekundë vlla, ne që jemi me kulturë. Ja të lutem ma thuaj... O Melzi, ne që jemi me kulturë, pse nuk imponojmë atyre që janë pa kulturë? Të lutem ma thuaj pak... Se si imponojmë kulturën tonë bashkisë? Se nuk mbyllen varrezat? Se e ka që pa kulturë, ma? Po, ke drejtë. Se unë dhe ti nuk jemi në pushtet, jemi primor. Se e ka që pa kulturë, ma? Po, liam. Ishin 2 miqë dhe i thaj të shkojmë dalim nga universiteti. Mirë tha, e qojtë e varrezat ai. Po pse mësole këtu? Ky është universiteti i jetës. E keni parë njerëz kur shkojnë varreza sa fillojnë dhe ftillohen? Për çfarë gjithë kjo sherrë shamatal? Shumë e vërtet. Po kur ikin harojnë. Dekantojnë. Po mirë, pra, duhet shkojmë shpesh në përvarreza që dekantojmë, se kemi nevojë. Jo, pyetja ishte për këta që rrinë aty. Por si s'kan frikë që rrinë aty, më? S'ke çaj bën valla. Si s'kan frikë aty, më? S'ke çaj bën valla, po pse më çash aty? Po pse ri fëmia lypës në park? Po ti ke lypsa në për rrugë, tash edhe po të rrezikojnë. I ke dhe bulevardin të sportit e kombit. Mesazh, që mund të ketë lidhje me temën, s'mund të ketë lidhje me temën, ose që ka lidhje me një pjesë tjetër temës si se cekëm ne, se gjithçka ndodh. Njeriu duhet i bëj shërbim jetës. Pastaj, se çfarë ndodh pas vdekjes, ne nuk kemi as prova, as gjë, pavarësisht se si aludohet e se si thuhet. Na e ka qefi të kishte prova vërtet, por nuk ka. Ne nuk kemi qenë as 3 ditëshin, as nuk kemi në një dëshmitar që ka shku ka ardhe na ka thënë se çfarë bëhet. Prandaj, mjafti shërbim se çfarë ndodh pas vdekjes, dhe t'ja lëm, domethënë, si të shajë fjalat kam lënë Perëndin, le t'ja lëm asajt. Le të vazhdojmë dhe ti shërbejmë jetës, ta përmirësojmë, ta rregullojmë në çdo moment. Të ngresh tani një teori që varrezat apo trupat pas kanë qenë universitetet asaj kohe, ndoshta s'kan dashur të shkojnë në librari, kur ka pas librari Aleksandria e këto, nuk kanë dashur. Ndoshta, unë s'kam mendim duket i dashur. Se di, unë nuk kam dashur mesazhi? Shiko, mes bardh apo zi, unë zgjedh shikoj bardh. Kështu që para se të vendos gishtin tek ata që le ta quaj bëjnë korrupsion me vendet e varreve, dua ta hedh tek vetja ime që nëse një ditë larg qoftë do të gjendem para kësaj, unë mos të bie pre e një veprimi të tillë. Së dyti duhet ta kemi të qartë që vendet e varreve nuk është se na lën nga Perëndia amanet dhe nuk hapen dot të rinj. Kështu që le të bëhemi ne të parë që të shkojmë të bëjmë kërkesa që mund të hapet një vend varri
tjetër, një varrez tjetër, krejtësisht e madhe publike, me gjitha ato kushtet higjeno-sanitare dhe kështu përmbushet, siç po vinë njerëz të rinj në jetë apo të ardhur në Tiranë, të përmbushen dhe nevojat për këta njerëz që do ndrojnë jetë një ditë. Kjo është Melsi, fiks fare, le të japin një propozim qeverisë. Uratën për në fund. Tek ka ndërmend të bëj paketën e maleve, le të bëj dhe paketën e vareve. Shumë. Po është dhe kjo një që mos na vira dha në fund fare. Drejtohesh kryeministrit, drejtoju kryeministrit, drejtoju? Po pra, tek pakete male dhe ajo e vareve, me që pas ka kaq shumë ngjarje dhe tër kjo mafje që po ekziston. Urat sepse jemi dhe në fundjavën e Pashkëve. Katekist, po s'ka problem. Respektimi i vareve është respektim i personave që kanë kontribuar për personat tonë, familjen tonë, vendin tonë. Mos respektimi nuk është se i dëmton ata, po më shumë na dëmton ne. Sakt. Do të shkojmë... Pritë, se kam unë. Kam edhe unë të drejtë pas për varet. Respektimi i vareve është respektimi i vetvetes. Çka ke shkruar të kështu? Po, do përmend 2 vargje të shkrimtarit Albi Lushi, që mi ka nis me amanet. Përshëndesim Albin, se e duam shumë. Ka bërë mungesa, ë? Po pra, se nuk erdhi do të sot, po na nisi vargjet. Isha ka vajs me bab nga Dibra, nuk desha nam, as buj, as lek. Hiq mani dheun, mbulomni me libra, më duket vari si bibliotek. Asam. Kishte e Albit. E dyta. Albi. E dyta. Kur do filloni me varre private o vlla? Private o vlla, di që i paguajnë leku, po pse t'ja paguaj këti barraku që punon bashki? Ta paguaj ty o vlla, sa lek do? Na lekët edhe më çaj kokën. E kupton? E dua varin me qiparisa, e dua varin me bar jeshil, e kupton? E dua të kaloj për të vajt një varr, të kaloj mbi varr. E kupton? Se Hanko mos kalon mbi varre, ne kalojmë gjithë mbi varre. Pse na ecën terrës të shqiptarëve? Se ne kalojmë mbi varre. Në varim, se s'kesi që të shkosh të vari C, duhet kalosh të vari A, B, G, F. E kupton, kjo është budallëku. Dhe fundit, për të thërë ajo që Ermiri tha, ti bëjmë himn jetës ta Ermiri. Mënyra me mirë për t'i bërë himn jetës është të flini gjumë me Dorelan. Pik! Dorelani është dorë me një, është zgjidhje, të shëndosh trupin, si që thotë Mironi dashur, të shëndosh shpirtin, ore të bën të arosh, se nuk thot kot që gjumi është gjysë vdekje, bën vdekjen të zhduket. Zhduk vdekjen. Kështu që Dorelani... është mrekullia Dorelan. Mirë, do të shkojmë pas kësaj vëndshje fantastike, do të shkojmë pas publicitetit në ndeshje. Ndeshje.